Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim dhe njëherë është kryetari aktual i komunës së Gostivarit Valbon Limani, që nga fillimi i fushatës zgjedhore ka promovuar disa investime të realizuara, të cilat janë bërë publike përmes rrjeteve sociale dhe komunikimeve zyrtare. Një nga projektet e para të promovuara është terreni sportiv i ndërtuar në shkollën e mesme të mjekësisë në Gostivar. Terreni është shtruar me material special dhe bashkohor, që krijon kushte të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve sportive për nxënësit. Investimi i radhës është përfundimi i asfaltimit të rrugës që lidh fshatin Vërtok me fshatin Raven, një projekt i premtuar nga Limani një vit më parë, i cili tashmë është realizuar dhe vlerësohet si mjaft i rëndësishëm për banorët lokal. Kryetari Limani ka deklaruar se në mandatin e ri 4-vjeçar planifikon të zbatojë një sër projekte të reja që do ta transformojnë Gostivarin në shumë fusha, duke përfshirë infrastrukturën, ambienti dhe zhvillimin urban. Ndërkohë, komuna e Gostivarit ka ndërmarrë edhe një aksion për pastrimin e vegetacionit të padëshiruar në shtratin e Lumit Bardar përgjatë çuditores së qytetit. Ky aktivitet ka për qëllim mirëmbajtjen e hapësirave publike, krijimin një ambienti më të pastër dhe më të sigurt për qytetarët, si dhe ruajtjen e bukurisë natyrore të qytetit, thuhet në njoftimin zyrtar të komunës. Në një tjetër aktivitet zyrtar, sot Limani ka pritur në takim me ambasadorin e Turqisë në Maqedoninë e Veriut, Fatih Ulusoj. Në takim është diskutuar për bashkëpunimet e deri tanishme dhe për mundësitë e reja të bashkëpunimit, duke theksuar marrëdhëniet miqësore dhe natyrore ndërmjet dy vendeve.